Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, deri sot i keni zgjer gabim fasulet, ja si duhen gatuar që të mos keni gazra. Sheqernat komplekse të quajtura oligosakaride, të cilat të gjenden kryesisht në fasule, janë të patreqme. Prandaj, kur arrin tek zorrët, këto baktere shpërndahen dhe krijojnë një flusk të gazrave. Duke pasur parasysh përfitimet ushqyese të fasules, duhet të tentoni të gjeni ndonjë metodë tjetër për përgatitjen e fasuleve dhe jo t'i shmangni ato plotësisht. Ja arsyet pse fasulet shkaktojnë gazra. Fermentimi bakterial i sheqernave komplekse që ndodhen në fasule. Lloje të caktuara të fasuleve të cilat prodhojnë gazra më shumë se të tjerët dhe gjithashtu, duke mos i gatuar ato siç duhet, ju do të shkaktoni gazra. Përdorni erëza të ndryshme brenda fasules që t'i evitoni gazrat. Sipas një studimi të realizuar së fundmi, një herë duke vluar ujin, pastaj duke hedhur fasulen, ju do të zvogëloni shkarkimin e gazrave. Uji gjithashtu duhet të jetë me pH dhe këtë e arrini duke shtuar një majë të sodës së bukës në ujë dhe kështu mos i humbisni vlerat ushqyese, por ato njëkohësisht do të bëhen më pak aktive në gazra. Të thjeshta, të shëndetshme dhe gatimi më ekonomik, fasulet janë pikërisht receta sekrete e çdo anëvise. Të dish se si të përgatisësh në mënyrën e duhur të ndihmon të shmangësh gabimet e zakonshme. Ndonjëherë fasulet nuk ziejnë tamam, ndonjëherë zbuten dhe pothuajse treten kur gatuhen. Por në fakt, ne këtu do t'ju tregojmë mënyrën më të mirë për të përgatitur çdo herë fasule perfekte. Përpara se të filloni një hap kyç me përgatitjen e fasuleve, është që ju të dini vjetërsinë e tyre. Dhe pse fasulet qëndrojnë deri në 2 vite, sipas ekspertëve, sugjerohet që ju t'i gatuani ato brenda vitit. Përpara se ju t'i gatuani dhe t'i përdorni për gatim, duhet t'i shpëlani ato me ujë të bollshëm për çdo papastërti, si edhe të qëroni ato të cilat janë të prishura. Vjetërsia e fasuleve ndikon gjithashtu drejt për drejt në kohëzgjatjen që i nevojitet për t'i lënë në ujë. Zbutja në ujë. Lënia e fasuleve në ujë shkurton kohën e përgatitjes, si edhe i bën ato më të lehta për t'u tretur. Nëse ju shtoni edhe krip në ujë, do të formoni një lloj shëllire e cila do të mundësojë që lëkura e fasuleve të qahet edhe më shpejt. Zbutja në ujë gjatë natës. Lënia e fasuleve në ujë është një metodë e vjetër e të gjitha anëvisave shqiptare. Ne ju këshillojmë se mjafton që ju t'i hidhni fasulet në një enë dhe t'i mbuloni ato me ujë dhe të shtoni një lugë gjelle me krip për çdo 500 gram me fasule. Lëreni në ujë për rreth 4 deri në 12 orë dhe më pas mjafton që t'i kulloni dhe t'i përdorni për recetën tuaj. Ka mendime që përdorimi i kripës në ujin ku zhyten fasulet nuk i lejon ato që të ziejnë plotësisht, por në të vërtetë ndodh që ose fasulet kanë qenë të vjetra dhe kanë kërkuar shumë kohë që të zbuten, ose as nuk janë zbutur fare. Si edhe uji i shtëpisë tuaj mund të jetë shumë i pasur me minerale të cilat i japin atij një fortësi dhe nuk lejojnë zbutjen e tyre. Megjithatë, për të anashkaluar dilemën nëse kripa ndikon ose jo në kohën e zjerjes së fasuleve, ju mund të zbusni fasulet në ujë dhe sasinë e kripës shtojeni në fillim ose në fund të gatimit sipas preferencës. Zbutja e shpejtë. Një tjetër metodë është edhe zbutja e shpejtë, e cila mundëson që ju të përgatisni recetën tuaj vetëm në disa orë pa sakrifikuar shijen apo teksturën e fasuleve. Vendoseni fasulet në një tenxhere të mbuluar afërsisht
4 gisht me ujë. Tenxhere lëreni në zjarr derisa ajo të zgjej. Pasi të ketë vluar, hiqeni nga zjarri dhe lëreni edhe për 1 orë në ujë. Kullojeni, shplajni dhe më pas vazhdoni me recetën tuaj. Ose mos t'i zbusni në ujë. Ky është një sekret i cili mund edhe të mos e dini. Mund t'i gatuani fasulet pa i zbutur në ujë. Mjafton që t'i shtoni në tenxhere ku keni vendosur të përgatisni recetën tuaj dhe t'i lini për 1 ose 2 orë duke zgjerë. Ne ju këshillojmë gjithashtu që ju të kini kujdes me sasinë e ujit, pasi me kalimin e kohës ai do të avullojë. Her pas here ju duhet që të shtoni ujë, lëng mishi apo perimesh aq sa fasulet të jenë gjithmonë të mbuluara. Vazhdoni me këtë proces derisa ato të jenë gati. Gatimi i fasuleve me tenxhere të zakonshme. Vendoseni fasulet në një tenxhere, hidheni ujë derisa ato të mbulohen plotësisht dhe kalojeni në zjarr të ngadalt. Ne ju sugjerojmë që t'i përzjeni shpesh në mënyrë që të mos lejoni ngjitjen e tyre në fund të tenxheres. Në qoftë se ato do të bien në fundin e tenxheres, do të çahet lëkura dhe fasulet do të zbuten tej mase, duke rezultuar kështu në një pjatë ku disa kokra janë më të forta se të tjerat. Në varësi të vjetërsisë të fasuleve, kohëzgjatja e zgjerrjes së tyre lëviz nga 1 deri në 2 orë për fasulet e reja dhe 3 deri në 4 orë për fasulet e vjetra. Gatimi me tenxhere me presion. Për këtë metodë, vendoseni fasulet e zbutura në ujë ose jo në tenxheren me presion të mbuluara me ujë. Shtoni krip dhe erëzat që ju preferoni. Një lugë gjelle me vaj ulliri i cili do të parandaloj bllokimin e valvulës së presionit të avullit. Zgjeni për rreth 10 deri në 15 minuta në zjarr të lartë për fasulet e vogla dhe 35 deri në 40 për fasulet e mëdha si pllaqit. Por ne ju këshillojmë gjithashtu që të tregoni kujdes, pasi nëse i keni lënë në ujë për të zbutur, ato do të përgatiten edhe më shpejt. Si të kuptoni, në qoftë se fasulet tuaja janë gati, mjafton që me ndihmën e një luge të merrni disa kokra dhe të shikoni nëse lëkura e tyre është rrudhur dhe më pas provojeni. Kur janë gati, ato duhet të jenë të buta deri në qendër, por jo të zbutura aq sa të humbasin formën e tyre. Fasulet përmbajnë aminoacide të cilat janë bllokë ndërtuese të proteinave që trupi jon i përdor për të shëruar dhe për të krijuar ide të reja si kocka, muskujt, flokët, lëkurën dhe gjakun. Ka shumë lloje fasulesh si fasule kallaj, të zeza, të kuqe e të tjerë, që ju mund t'i gatuani në mënyra nga më të ndryshme dhe të përfitoni veti të mëdha shëndetësore. Gjithashtu, shumë lëndë ushqyese të cilat gjenden në këtë kokër modeste janë një burim i madh proteinash dhe përmbajnë vitamina si folate dhe hekur. Gjithashtu, zakonisht sjell pak yndyrë dhe përmban pak kalori, duke e bërë atë një përbërës kryesor në dietën mesdhetare. Për më tepër, fasulet janë të mira për zemrën tuaj. Një studim zbuloi se fasulet ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq duke reduktuar rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.